Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër. Rilidhemi së bashku, sepse i ftuari im është një njeri mjaft i suksesshëm, një artist mjaft i duar trokitur, i cili mbrëm në sallën e teatrit Migjeni, ku dha premierën e radhës të tij, u duar trokit nxehtësisht, madje edhe sonte. Çdo gjë pritet të shpërthej. Me mua sot në studio është artisti mirënjohur Sander Ruçi, mjeshtër i madh, fitues i medaljes së artë të mirënjohjes. Mirëmëngjes Sander, mirë se erdhe. O, Nadia, mirë që u gjeta ju e marrë Shkodrën tonë dashur të zemrës. Mbrëm natyrisht ke patur një sukses të jashtëzakonshëm dhe ndoshta me këtë kënaqësi jeni edhe këtë mëngjes, apo jo, urime. Faleminderit shumë, me të thënë drejtën ky lloj feedbacku që i thojnë atje. Unë një qysh që t'ju artë ju në studio, njërës nga që ishte relativisht heret. Jo volë më përgëzu në folë dërëtën, edhe niva vetin shumë të lumëtun, sepse kur punën, djersitesh e mërë frytet, ja satisfaksioni kësaj. Natyrisht është një proces i gjatë që çdo kush mund ta mendoj. Para një viti ke qenë këtu në studion ton, madje keni qenë edhe bashkë me zonjën tuaj Foti, të cilën e përshëndes. Dhe pas një viti jeni përsëri, por me një premier tjetër, me një show tjetër, është premiera e 12 e show në repertorin e karrierën teme tuaj, dhe e 6 që kur keni qenë në Amerikë dhe ju ktheheni her pas here për të realizuar shfaqjet tuaja, të cilat kanë materiale të jashtëzakonshme, kanë gjini të humorit, të cilët formojnë një mozaik të mrekullueshëm në shfaqjen tuaj. Natyrisht kjo më shtyn të mendoj se është një punë e vazhdueshme. Po për hir të vërtetës kështu që thoni ju është, sepse mua atje, domethënë skena, në sensin e teatrit, skena nuk është se nuk bëhen aktivitete, por skena e mirë fillte, edhe para publikut shkodran që është një specifik në vedi, sigurisht që muan. Aja që desha të theksojnë në këtë premier, unë vesi me kanë në një premier të parë, që do të thotë. Ja, ka i specifik tjetër, Berita ndoshta ti nuk e din, unë kam pasi aksident tragjik. Unë e di, po nuk desha ta përmend. Ja, po, tham për gjithë teleshikuesit cili falenderoj jashtëzakonisht sepse ke patur mbështetje shumë. Po, edhe duke ka diplom në Zotin, siç është Amerika, edhe fal Zotit, unë jam sunde e sot të ju. Në këtë sens, ky ishte faleminderit bashkë me ju. Ky ishte satisfaksioni i parë që pata mundësi për me kanë prezident edhe kja nuk ka pak. Sepse ishte i fort testit edhe me fizikun, sepse goditja ka forta ka në kry, edhe që me thonë, pa thane doktoresha Sander nështë ta keme pas në i problem, unë ja recitoha një 100 vargje aty në vend, më tha mas pa që apo, kja për hubor. Kjo është pa pasoja dhe si shduket me një reflektim shumë pozitiv. Po lavdi Zotit me të thënë drejtën, kja u pashiru mram se e kam pas i farë rezervet, po kam përveç se jam lodhë shumë, por jam dediku që faqes edhe shkoj gjithë që shkoj mirë, si fizikisht, edhe me të thënë drejtën reagimi në publik kje i fuqishem, ishte i publik me të vërtet i kulturum, i zgjedhun ashtu si që ashtë edhe sonte, ashtu si që ashtë publiku Shkodran, në përgjësi, pavarësisht se salla është e vogël, faktikisht, unë jam i lumtun se pritën mirë, edhe aja që jasë satisfaksion, sa herë që vinë Shkodër, salla është plot. Kjo është mëse vërtet, unë ju auroj gjithmonë këtë, ndërkohë që roli i Sander Ruçit në një premier, a ku shënder, kjo është dialektikë shkodrane. Por keni shumë rola, që nga materialet, ju jeni autori materialeve, ju jeni aktori, regjizori, organizatori, producenti. Edhe hamalli edhe zotnia. Për të tala, do më thonë, qyshte me bajt drasa, deri të bobeti i performans për mu vesh me dalë qfaqe. Kja sakrifis me thamë drejten, sepse punojmë konditat të jetë zakonshme të ekonomisë pa që ujtë tregut, sepse bota sot punojnë me kontrata, bota na ala në mardhanjët shoqënore, mundet me të thonë i këngëtore ose i këngëtore para qfaqes, apo ma qënë programin në
se kam shku ndarësem, nullin edhe këta gjana, e të tjera që s'po du bi përbëll, po sepse e mulën pozitivja dhe kur është gjithçka pozitive dhe kalon gjithçka mirë disa gjana. Në të vërtetë ajo që më bën përshtypje. Së pari është materiali humoristik i cili është shkruar nga ju dhe që prek tema të ndryshme, madje në formën e sarkazmit, stigmatizon, godet shumë anë të realitetit. Duke qenë se ju jetoni larg Shqipërisë, është shumë karakteristike që ju jeni shumë pranë saj, për gjatë gjithë kohës. Është e vërtetë sepse interneti e ka ngushtu këtë hapësinë. Unë gjej rastin ta falenderoj për lërgë, është veterani shtylla kurrizore e stras profesioniste si që është Paulin Preka. Ai ka pas një veçori patjetër, përveç se ka pas një veçori si aktor brillant edhe si prodhuesi jashtëzakonshëm për trupin e estradës. Suksesi i tij ka qenë që ai ka mbjellë, si i thojnë në ati, është kanë se ai pikërisht ka prek problemet sociale dhe ditës. Në këtë sens, unë jam mundu minet strikt kësaj edhe kja nështë mundet me kanë qilësi i suksesit. Është pika e fortë. Pikërisht. Aja që fillon me një katërshe bile, po thamë, që është fillë surprizë qysh në hapje. Fillon me Kushander me Atmicën, jashtë një këngëtar repit Amerikan edhe një grup Europian gjatë që ka zëmë që na jena edhe Europë dhe Amerikë, futet një breaking news më anë që është me shumë humor, ma në i dalun me i parodi që për shnes Shkodrën edhe jam i lumë të në që s'ju la, që jam i gëzum që ju paq, edhe procedon me një recitim tragikomik, i cili është bab na ikem shpinë e braktisë, mi shodhas na braktisë zoti e tjera, dherë që kalën të shqiptari si ari që është për shtatët fladjës, si të barë, si në hotel me pesyje. Pra qysh në fillim që fa që ka surpriza dhe vjetë të unjit. Që në fillim të troket, të prek, edhe me materialet, me idenë, por edhe me planet regjizoriale. Përsëri këtu është Sandri, duke vendosur planet regjizoriale në situata, në grimasa, në veshje, në detaje ka pas të këtij llojit ka pas shumë. Qysh fillim deri në fund, përveç tipave karaktereve prej me thik, që procedon qonju shqiptar prej kafeve qonju, maska e fëmit, e martume me Virgjerin, apo sidomos Notre Dame. Notre Dame, unë dëshiroj të ndalem pikërisht në këtë material të realizuar shumë mjeshtrisht, madje partnerja juaj, të cilën unë e përshëndes nxehtësisht, ajo vajzë e cila shpreh gjithmonë cilësi të mrekullueshme. Thash po nalna në vedi për këtë elementin e ri. Elementin e ri, po është një realizim i mrekullueshëm. Notre Dame është... Në Notre Dame s'ka vend për tanë. S'ka vend për tanë. Mesazhet e këtij materiali. I ka të tanë amrand varg për varg me dasht me marrë. Nuk ka puna vetëm të tempulli i fesë Notre Dame, po problematika jeta, sepse materiali jo vetëm që është një mini music hall dhe kënohet 100% me platformën e marrën direkt prej operës Parisit, edhe për këtë du të me përshnetur edhe Roland Gullin, i cili ka punu në njërë të përsosun. Edhe pak më larkë Koçanten, i cili ka bërë. Pikër se na amur me gati si loj, edhe Roland i hatë marrë se pa baj, po kure po se da i kap me notat, aja doli. Tha me po marrin 5, po më duke tira marrë ma tepër. Në këtë rast duhet përgju pa tjetër këtë lini, përveç se është pjesa fascinante e saj, një Esmeralda, një 10 herë ma bukur se aja Esmeralda që na shfaq aty, aja interpretoj edhe prozën, edhe muzikën dhe të tana bashkë me diapozitivin që u ba krahasimi. Aja doli, kështë e bëthadë, nuk s'më takon me lëvdu, po sinqerisht ka marrë vetë me ju. E lëvdruar nga gjithë opinioni, nga duar trokitjet. Sepse ka nevoj Shkodra qëtë talente, dohet mi hullumtu mi gjetë, jo patë, aty ka pas edhe 3.000 tjerë, shumë të talentum janë i majnë, dhe me thanë Mikaeja, Heja edhe Markoja, që u komporton në mënyrë të përsosur, në trajtova materialin kretë në lujta me ta si fëmit, dhe me thanë materiali si e që u bërë tip Peter Pan, për dalë më në edhe të zogu i Tiranë, sa i përversi, se ishte i game në karaktereve që faqe dhe tana këta bashkë në kompleksitet, kriju një varietet pak ma veçanë se herë tjera,
të rujti fije edhe mos përplasën tipat me njëri tjetër me përstrit vedin, me që janë të kanë edhe të shpeshta, kësa i rujta shumë, për hirtë vërtes pat detaja regjizoriale që faqa qysh, fillim dhe në fund me shumic, edhe qysh në dekor, që do të përgzu Rezarti për punën të shkelqyër. Rezart? Rezart Bisha, me leduollin e ti fenomenal, edhe mrapavia teatrit me për i punë të mrekullueshme të përkushtume, të tanë bashkë trupa me gjithë këngëtarët, kryun atë që quhet ansambël që ka i herë, gjanat e bukra bëhen edhe pa vipa. Rëndësi ka me punu, mi gjetë gjithë se cilit vendin, sepse kena i shprehje në Shkodër na, që më thonë, shofer ka kanë filani, s'ka tjetër, ja ma dalin tjerë se Hollywoodi, ka fillu të 200 vjetë, edhe dalin artista për gjithë se cili ka vendin, personalitetin, emrin e vetë. Nena delë për detyrë, da që kena vetë, makare, që me mujtë me promovu, me fësjall, elementri, kja në është artë edhe arsuja që unë kam edhe pak komoditetin e duhën, se jam pushim të është, jam pension, edhe që thatë ju mi u këtu i pytjes, unë kam mundësi të është, edhe kam kohë me menu, të kanë edhe afer qytetit, dhe më thonë, unë e kam gjetë vedin, edhe e një vedin shumë ma mirë, këtu në kuptimin e saj, por pavarësisht se ka herë bëhna edhe nervoz me njerëz si janë i grinë, se nuk mundem me dërua që godit trumen me të bë oponentën në çfarë. Në fakt, ajo që më bën përshtypje dhe që duhet theksuar është tipizimi i karaktereve. Duke paraqitur materiale që stigmatizojnë anë të ndryshme të realitetit, patjetër ato duhet të kalojnë në interpretimin e karakterit. Dhe kjo jo vetëm që ka vështirësit, po ka dhe bukurinë e vet. Një karakter tipizohet nga e fonja, nga natyrisht nga idea janë disa aksesor, edhe më vjen mirë që e ceke këtë se e herë kur janë do gjana kështu direkt edhe harro njëri. Duhet me nënvizu edhe teatri ka pasi fat madh sepse ka një gremier nivelit, nuk egzageroj me thënë internacional. Ai te Notre Dame më ka bë gati njësoj, nuk po thabi të po Kozimo do po lëshoj si personazhi që na paraqitet te Notre Dame, edhe kjo nuk ka pak. Shtek kësaj veshjen, rekvizitën edhe interpretimin janë aksesor që e dajnë karakterin prej karakterit, edhe në këtë faqe ishin domestic. Ju e pata të vështirë, sepse natyrisht aktori i humorit është një aktor special. Nëse në një dram çdo gjë zhvillohet në një linjë, aktori i humorit duhet të ndrojë shumë linja brenda një shfaqje. Kjo është shumë e vërtet, por unë detyra jeme si sa ndër një sa di, një sa ka mundësi, një që bëj pa tjetër marrë maksimumin, që unë punoj shumë për hir të vërtetës. Unë jam mundu që atë postulatin e stradë, rrugë, si i thojnë, pra artin e rrugës, jam mundu ta jetën teme me pru në teatrin e estradës. Edhe më duket se kësa ja kam arrit. Edhe për këtë jam jashtëzakonisht i kënaqur sepse publiku po e njeh edhe me fol drejtën në sallë jam shumë i lumtur. Unë shoh publik high class për i Shkodrës, dhe me thanë, ajken e qytetit e shoh në shfaqjet e mia dhe kjo nuk ka pak. Është, do me thënë se ajo një karakteristik tjetër e shfaqjeve tuaja është gjithmonë një komunikim me aktorët dhe me të tjerë, me skenën, ato që vinë, qoftë këngëtarët, dhe më shumë do të veçoja të rinjt. Kjo është, si thuash, një drejtim, një vështrim mbi atë që sot në Shkodër mund ta gjesh, mjafton ta kërkosh, ta kultivosh, ta sjellësh, ta afrosh dhe ta mjeshtrosh. Shumë e saktë, por pa harru edhe të vjetrit të cilët ndoshta janë harru. Unë për shembull, ty e njoh pak backgroundin e Fatjeta Barbullushit, merrni një CD në dorë saj që la ishte e mahnitshme, kishte bërë disa gjëra të mrekullueshme, i bë, domethënë trajtu kaq bukur rock, edhe pa shifshe këtë vajzën se si komunikon, më shkoj mendja një artiste që ka kënu, pse mos me e thirr, pse me e lën harres, ose Zojen Sina që një gru me background artistik bukur, njëna del detyra, edhe shok që kena, edhe shoqet që kena, që për hir të vërtes ja privu pak liria skel, qa ka të keqe, jo vetëm aktorët, sigurisht kja pjesa tjetër e fëmijëve ose trive si këtë lidi, pra që tash ka ba bravur që është në takimin e para Gjina Milan Mazdoret, sepse këta janë asete, artistat e mirë, janë si lojtarët e mirë, nuk dalin kryjavet. Janë gjana që i bota, kur i shef Imani, Iruni kultivon edhe Irun me fanatizëm të madh.
ka hupi fije sensi, Merita, ka hupi fije me folë drejten, do të më kanë realiste me ka hup sensi i të polumin me seriozitet, i të shkumunit në teatr në të mënyrën që kena shku dikur që i kam po ata korifej, mënyrën e të dashurumunit punës, nuk ka gjithë sidomos arti nuk ka si me kanë komercial. Arti a shpirt, nuk mund të nërojën ty me artit në ke thirë ti më nërojë se po në dikush tjetër 10 lekë ma, nuk mund, a shpirt. Në rrasë unë, njerëzit vinë falas, vetëm me dëshirë. Ja, për falas që herë mos më vjen kërkush, sa për djeni. Tek unë, në studion time. Ja, zbahet fjallë. Unë dashje pa dashje, nuk më ka thanë kush du parë ose sa po më në parë, se po bajmë i mua betë nështë a vulgare, por në sensin ekonomik, unë i kam zarë fatë gadi, së unë dhe i kanë të 10 ditë tanë, 5 lek, se e kam pa thanë njerë, e kanë tanët. Unë ja u di jashtë zakonisht për njerë, se s'kam ba asiher pazar, me ta saj kam thirë kanarë tanë dhe i kam shumë respekt për të tanë. Po këta janë qëfaqe i fije, janë qëfaqe kur bahen private, janë komerciale. Po me të nërruën ty për komercialitet, unë s'jam ma artist, atër unë kam kalu në madra pasvër. Ranë shempa, tham pa pak vulgare. Dua të përmëndë të curinë atyre të rinjve, fëmijëve, ju i zgjodhët, i ofruat, ata qenë të gatshëm, po kështu edhe moshat të tjera të rinjë. Shumë e vërtet. Unë zakonisht edhe kur nuk kam gjanë dorë, unë njeku qoftë evenimente artistike, qoftë këta fëmijë unë i kam spikat i kam spikat të kujti balia aty ku bohen ta promovimet e talenteve të reja dhe i kishen mendje. A kupton njani debutoj me sukses vjet, heja ka dalë edhe të Peter Pani, nërsa këtë Mikaejan doshe i tip fëmijë si Bepi, se aty ku i kam transkriptuar që i kam marrë në ditë sotme, e kam ba, do me në thana, qukën që i fëmijë killer kuklën, edhe fëmijë, do me thana, tanë skesi trajtohet fëminor. Mirë po figurat që e këshin lujtë për para në koncertin e tem parë recital 2001, janë kanë Bep Shiroka, a kanë Zyli, edhe a kanë Paulidi. Atjerë për bëgjeti tip fëmijë, tip Bepit, një moj profesori ti aty, të cilin e përshëndese me kërkoj njërë se ja kam harru emnin, edhe a i ma pruni edhe të 3 fëmijë bashku, komportun Marko, Mikaea dhe Hea. Edhe Hea. Janë të 3 fëmijë i përshëndese edhe unë, kanë matë regullë se të mlejtë në rarë, në prova edhe në përkushtim. Edhe jam i lumëtën se shkoj gjithë që janë perfekcion në ta. Dhe duke marrë këtë shfaqen në përgjithësi, ishte një kombinim shumë i bukur i muzikës, i këngëtarëve, i artistëve, aktor, por edhe i materialeve, ndërkohë që rekuizita, çdo gjë që lidhej me leduollin apo me figurën, ishin në një kombinim të vazhdueshëm dhe shumë intensiv. Lodhje me përhir të vërtet ta nërmarë janë të lodhshme. Bile po që është e miku jem nga Skoka, ti du me pas 30 vjajt, mëra pas staf, po duke të në kam pikët, lej helmit gjartnit, edhe për çdo vjet tham, ja, për zote se më duhe bo ma, edhe unë për çdo vjetë për vi. Do të theksun këtë amalgam, e cila pat mëran pra gjithësha prej muzikës Toto Cotugnos, prej do më thonë fillon me Amerikan, Toto Cotugnos, të zogu i Tiran, Talava, edhe pat edhe Notre Dame. Gjatë tanë kohës, pra dhe shfaqja kemi këtë amalgam tipash e karaktere, sepse thash pa jalëshoj fije frenat në 2 materialet e zogu edhe të martuar me vizgjerin, edhe për me thy edhe ma tepër, edhe folklor edhe art, unë ftova edhe një artist malcis mallë, i cili për hirë të vërtes ka ba shumë emen, e unë kam shumë respekt për te, por fatkeqësisht se ka pa dritën e skeç të teatrit asnjëherë. Ai jeton në Manchester, në Angli, Vebi Kurtaj, ka shkruar edhe libra. Është aktor me përshëndetje fort bile, është aktor me bon sens, është aktor që ka ba shenjë treve në ti, edhe na që e dojmë artin, është puna me pasi gjithë përfshirje, që ty kene edhe kalla dhe kalla gjana matë bukra. Në pamjet parë, kjo staf, budhash me thanë nuk ka nej emin madhe, nej interes madhe. Ose ne gjoja për shamu që është humorist popullor, që s'ka lidhe me skenin, me tavalinin, po ka sharmin e humorit. Ai është 2 pozicione, një në televizor edhe një minutë e gjysmë me mu, po pat në ata 3 batuta, pat 3 reagime, by salla. Pra në momenti që ti e ved, këtë do që ja barbard, në vedre duhet tanë bashkë,
tham me një punë vetë më huse e qojnë ujnë mullia dhe duhet. Sa bukur. Por ajo që vëre dhe që nuk thuhet, por që unë ndjej te këti Sander, është se të gjitha këto ardhje në Shkodër kanë një, po e them, një derdhje në skenë, por edhe një thithje që lidhet me njerëzit, me qytetin, me problemet, dhe që dal nga dal e mbarsin Sandrin për gjatë gjithë kohës, për gjatë gjithë vitit, që kemi thënë edhe vjetë, dhe që vitin e ardhshëm përsëri do të kemi një triumf në skenë. Shumë e vërtet, unë këtë një e preku, nuk është puna me kanë modest, është puna me kanë realist. Unë shoh se populli i Shkodrës më ndonë në mënyrë plebishitare, të na shtresat. E kam po shihet edhe në rrjetet sociale. Jo, kam prek sinqerisht, po të bëj bekërit e fëmijëve me dorë teme. Në ambiente të hecë rrugë se gjithën ka afse shivet, afeksioni. Të shti, ja, edhe gishtat e dorë që anë tani soj. Pra, unë kam bëha ta në popullin, që vjen me më pa mik, po në është në institucion nuk i kam ta në miq. A kuptat, bëta që jena... Një përpjekje vazhdueshme. A kuptat, nuk pa hit detaje, por në cilësit e pyetjes tuaj, kjo në është të më shtynë edhe për me ardhë. Kjo është e karemi që ka mund tu. Plus që, unë e du si që të ti herë kam afekcion, edhe fillen bosha ka, fillen edhe nostalgjia, se edhe emigracioni është si puna bërsis, që është dërën bile ka dhe limi, dhe t'ja 15 vjetë edhe natër e mire bashkë, shumë e dëshirojnë. Po prej hallit se kërkush nuk ka ikë prej qefit, për me gjeti i pozicion batë mirë, dikush ka shqit shpijat, e qefi e dërë, po s'ka ku vjen, janë shumë arsye unë kam pas fat, jo vetëm se kam shqit, po kam kriju një ambient që nuk du me shqitmen, ma mirë jetoj në shtëpi teme, në sensin e komoditetit teme në gjani shtleput, se atje jam në apartament, do jam në shtëpi teme dhe shqitësit vetë, atje du të me thonë të tjeta i somalezit, i bolgarit. Ku të qofshi, unë i uroj paqin mbarësi, por duke qenë se një spektakël, një recital, një show, gjithmonë nuk është pikë, është presje. Në një fjali bashkërënditse, kur radhët shtohen në vazhdimsi. Dhe kjo është karakteristik e artistit të mirë njohur, mjeshtër i madh Sander Ruçi. Sander, edhe sot keni çfaqe. Në emër të gjithë dëgjuesve që na ndjekin, edhe atyre që po na shkruajnë, i përshëndesim në faqen tonë live Radio Shkodra, kudo qofshim, i falenderojmë, i përshëndesim, të uroj edhe në emër të tyre suksese, mbarësi, jetë të gjatë dhe vazhdimsi gjithmonë në rritje të artit tuaj, të shfaqjeve tuaja, të çdo gjë që përmbledh emri i artit. Sander Ruçi. Shumë e vërtet se do të theksu, kam thënë edhe një intervistë vogël të Top Channel. Shkodra me kalon simbolizohet me nanën, cila Rozafa dhe net me pifnis. Pra nana nuk harrohet. Unë jemi Sa dedruar. bukur, shumë bukur. Të falenderoj. Gjithashtu. Të falenderoj nga zemra dhe paqjetën e gjatë, mbarësi, Shumë faleminderit. mbarësi në familje dhe në krijimtarinë tënde. Ka unë ty të natë mirë të uroj, ju stafit e gjithë qytetit tonë. Respekt e falenderës. Faleminderit juve.